Dashi, mos hezitoni të veproni sipas instintit sot, por mos i injoroni këshillat e miqve të ngushtë që ju njohin më mirë. Në marrëdhënien tuaj në çift, besnikëria dhe respekti janë themeli që nuk guxoni ta shkelni. Një flirtim i rastësishëm mund të prishë besimin që keni ndërtuar me vështirësi. Për beqarët, yjet nuk po ndihmojnë për takime të rëndësishme, ndaj mos prisni magji. Shfrytëzojeni kohën për të njohur më mirë me veten para se të kërkoni dashurinë. Në punë, përqafoni frymën e bashkëpunimit. Sjellja e tipore do rrisë produktivitetin dhe do ju sjellë rezultate më të mëdha se sa mund t'i arrinit vetëm. Strategjitë e përbashkëta dhe komitetet e projektit do çojnë në ide të reja që mund të transformojnë mënyrën se si punoni. Demi. Sot do përballeni me situata të paparashikuara dhe rrugë të ndërlikuara, prandaj përgatituni për të zgjedhur me kujdes secilën rrugë. Në çift, vështirësitë do jenë të shumta dhe do ndjeheni të trazuar. Edhe përpjekjet më të mëdha për të ruajtur harmoninë mund të mos mjaftojnë, kështu që komunikimi i hapur është sidomosdoshëm për të shmangur ndarjen. Beqarët, përkundër humorit të mirë dhe stilit joshës, duhet të mbajnë mend se takimet pa përfundime serioze mund të lënë boshllëqen emocionale. Në punë, studiojeni detajet me kujdes para çdo fjalje apo vendimi, pasi ndonjë koleg mund të përdorë çdo dobësi për të fituar avantazh. Mbani një qasje kritike ndaj premtimeve dhe shmangni bashkëpunimet e pamatura që mund t'ju çojnë në dështime të panevojshme. Binjakë. Flisni pa pengesa dhe shprehni çdo mendim që ju kalon ndërmend sot, sepse sinqeriteti do forcojë marrëdhënien tuaj në çift dhe do evitojë keqkuptimin. Nëse egzagjeroni me kërkesat ose me ngulmimin e pikpamjeve tuaja, kokfortësia mund të nxjisë debate të forta që do tensionojnë ajrin. Beqarët kanë mundësi për një lidhje të qetë dhe të veçantë. Mbani qëndrueshmëri në hapat e parë dhe mos nxitoni premtime të shpejta. Në punë, qartësia e vizionit do sjellë besim tek drejtuesit, prandaj pranoni çdo propozim të ri që korrespondon me ambicjet tuaja. Por keni kujdes, në sektorin financiar priten turbullira që kërkojnë vëmendje të shtuar në menaxhimin e shpenzimeve dhe kursimeve. Një plan rezervë për emergjenca do jetë qetësi për të ruajtur ekuilibrin edhe nëse situata ndryshon papritmas. Daforia. Sot dielli do ndriçojë çdo plan dhe emocioni, duke sjellë një frymë optimizmi dhe ngjyra të ndezura në çdo cep të jetës suaj. Në çift, ndikimi i Plutonit do jetë thelbësor për të ruajtur magjinë e fillimit. Nuk do ketë asnjë debat, përkundrazi do ndjeni një ngrohtësi që do ju mbajë të bashkuar gjatë gjithë ditës. Beqarët do takojnë princin një ëndrave në mesditë, ndoshta në një event të organizuar nga miqtë, dhe do ndjejnë se jeta po ndryshon drejt lumturisë. Në punë do keni rolin e shpëtimtarit të ekipit, aftësia për të parashikuar problemet dhe për t'i zgjidhur me urgjencë të bëjë që kolegët ju vlerësojnë si heronjtë e ditës. Për financat do guxoni të ndërmerrni rreziqe të kalkuluara, pasi çdo investim i mirëfillt do kthehet me fitime, duke forcuar vetbesimin dhe rezervat tuaja. Luani. Sot do ndjeni më të fortë dhe më të sigurt se kur, fal ndikimit të favorizuar të yjeve. Në çift, vendosmëria juaj do shpërblej çdo debat të kalueshëm, do kërkoni falje për çdo gabim dhe do mendoni me kujdes si ta bëni marrëdhënien edhe më të bukur. Beqarët do përballen me zgjedhje të vështira midis disa personave tërheqës. Këshillohuni me miqt për të bërë zgjedhjen e drejtë që mund të sjellë dashuri të qëndrueshme. Në punë, ideja e një kthese pozitive do merrni formë përmes projekteve të reja dhe bashkëpunimeve të fritshme. Kolegët do ju mbështesin plotësisht dhe do krijoni një atmosferë të jashtëzakonshme. Financat do jenë të qeta, prandaj mund të realizoni ndonjë shpenzim të planifikuar, si një kurs trajnimi apo një dhuratë për veten. Virgjëresha. Sot kujdesi ndaj detajeve do jetë aleati juaj më i mirë. Çdo hap është i matur dhe çdo fjalë e peshuar. Në çift, një komunikim i hapur dhe tërësisht i sinqert do ndihmojë në zgjidhjen e dilemave të fshehta. Kaloni çdo moment të lirë në biseda që bashkëshojnë besimin dhe ngrohtësinë. Beqarët kanë mundësi të forta për takime serioze, prandaj daljet në rrjetet sociale apo eventet pjesëmarrëse mund të ndihmojnë në gjetjen e partnerit ideal. Në punë, diplomacia juaj do spikas, do përshtateni me kërkesat e kolegëve dhe drejtuesve, duke realizuar detyra të vështira me shumë elegancë. Financat kërkojnë prioritet. Ngulini thellë synimi për kursim dhe shmangje të shpenzimeve impulsive, në mënyrë që të ruani ekuilibrin edhe nëse shpejt ndryshojnë kushtet. Peshoria. Sot hëna dhe Plutoni do ju ofrojnë mundësi për të riparuar çdo çështje të prapambetur. Koncentrimi tek zgjidhjet do ju çonte në sukses. Në çift, gjeni kënaqësi të papritur në gjeste të vogla si një mesazh dashurie apo një darkë në shtëpi, duke thelluar lidhjen në mënyrë bashkëpunuese.
Beqarët duhet të shmangin nxitimin. Një shoqëri e ngrohtë me miq mund të hapë dyrë për takime të vlefshme që do të çelin më shumë hapësira emocionale. Në punë, ndryshimi i zakoneve rutinë, si përdorimi i mjeteve të reja teknologjike, do rrisë efikasitetin dhe do impresionojë shefat. Në financa, shmangni çdo vendim të nxituar dhe preferoni investime afatgjata, pasi kjo do ju sigurojë stabilitet dhe do minimizojë çdo luhatje të papritur. Akrepi. Sot durimi dhe qëndrueshmëria do jenë aleatët tuaj më të fortë, falë mbështetjes së rëndë të Venusit dhe Saturnit. Në Qif, pasioni do jetë intensiv dhe i qëndrueshëm, do ndjeni të mbrojtur dhe të dashur në çdo moment të përbashkët. Beqarët do kenë aftësinë të joshin me elegancë, por duhet të qëndrojnë të matur dhe të rishikojnë çdo propozim përpara se të angazhohen. Në punë do jeni burimi i ideve origjinale, drejtuesit do ju kërkojnë mendime dhe kontribute kreative, duke ju ngarkuar me projekte kyçe. Financat do kërkojnë kujdes maksimal, shmangni investimet e parsyeshme dhe përqendrohuni tek kursimet e mençura që forcojnë rezervat tuaja ekonomike. Shigjetari. Sot Urani do zgjojë shpirtin tuaj aventurier, por planifikimi do jetë thelbësor për të mos u rrëmbyer nga impulsiviteti. Në Qif, një aktivitet i gëzimshëm, si një ekskursion natyror apo një kurs sportiv së bashku, do sjellë aventura emocionuese dhe do forcojë bashkëpunimin. Beqarët do kenë mundësi për takime interesante në mjedise të pazakonta, por duhet të mbajnë distancën derisa të sigurohen për sinqeritetin e personit tjetër. Në punë, vizioni juaj për projekte ndërdisiplinore do ndihmojnë në ndërtimin e rrjeteve të reja bashkëpunimi. Kolegjialiteti do të çojë në sukses të përbashkët. Financat do jenë të qëndrueshme, por një program kursimi gradual dhe investime të paketizuara do forcojnë stabilitetin dhe do ju mbrojnë nga tronditjet e papritura. Brejtjapi. Sot do zbatojnë strategji të matur dhe do vlerësoni në detaje çdo hap që hidhni. Në Qif, durimi dhe besueshmëria do forcojnë marrëdhënien. Një dialog i sinqertë rreth pritshmërive të përbashkëta do parandalojë keqkuptime. Beqarët duhet të analizojnë çdo mundësi dashurie me vëmendje dhe të shmangin vendimet e ngutshme që mund t'i sjellin pendime. Në punë, planifikimi afatgjatë dhe bashkëpunimi me kolegët do të çojnë në rezultate të jashtëzakonshme. Projektet e ndërlikuara do transformohen në arritje të qarta. Financat do jenë të qëndrueshme, falë disiplinës në buxhet dhe kursimeve sistematike. Një fond emergjence do parandalojë çdo krizë të mundshme. Ujori. Sot sharmi juaj intelektual do hap dyrë të reja në çdo fushë, nga ajo personale te ajo profesionale. Në Qif, një diskurs krijues si shkrimi i përbashkët i një historie apo një projekt social do forcojë lidhjen dhe do sjellë përvojë të pazakonshme. Beqarët duhet të dalin nga zona e rehatisë dhe të marrin iniciativë në flirë. Një mesazh i gëzimshëm mund të nisë një histori të bukur bashkë. Në punë, idetë tuaja inovative do frymëzojnë ekipin dhe do çojnë në implementimin e metodave të reja të punës. Drejtuesit do vlerësojnë ndjeshëm kontributin tuaj. Financat do jenë të qëndrueshme nëse ndiqni një plan buxheti të qartë, por një kurs trajnimi profesional mund t'ju kushtojë pak më tepër. Planifikoni përkatësisht. Peshqit. Sot Merkuri dhe Urani mund të sjellin sfida mendore, por durimi dhe vetkontrolli do ju ndihmojnë t'i kapërceni lehtësisht. Në Qif, evitoni çdo akuzë të tepruar, një fjalë e urtë dhe një përqafim i sinqert do ripërtëri lidhjen dhe do rivendosin besimin. Beqarët do ndihen shpërqendruar dhe nuk do kenë mendjen për dashuri, por një takim i papritur mund t'ju duket si dhuratë nga hyjet, mbahuni të hapur për sinjalet e vërteta. Në punë, vështirësitë mund të jenë të pakta, por një qasje strategjike dhe menaxhimi i mirë i kohës do shmangin tensionet midis kolegëve. Financat kërkojnë rishikim të planit mujor, shpjegoni çdo shpenzim dhe ruani rezerva për ditë emergjence.